Mirë se u rikthyet në Supergol në përfundim të javës e 25 të kategorisë së parë. Laçi ja ka dalë që të mund Apollonin me rezultatin 2-1, ndërkohë që Burreli me Ilirin janë duke luajtur minutën e fundit dhe rezultati akoma është pa gola 0-0. Gjithsesi shohim të gjitha rezultatet. Skënderbeu ka fituar ndaj Lushnjës 2-0, Laçi siç e thash 2-1 ndaj Apollonis, Pogradeci 4-1 ndaj Korabit, Kastrioti Besa 2-3, Burreli Iliria 0-0, do të marrim dhe konfirmimin për përfundimin e saj, dhe Kuksi Luftëtari 0-0. Jam sërish me Ardi Beharin, Dritan Mehmetin, dhe na bashkohet edhe Klajdi Kola, specialisti i Yni Moviolës, që nuk e di pse jam e sigurt që më ka ose më saktë të ka munguar më shumë nga të gjithë. Po patjetër, ti mirë se u riktheve njerë, u riktheve e suksesme, sepse Final Fourin e kape patjetër atje ku ishe, po ishe dhe fituse e kupës. Gjithsesi, kemi pasur debatet tonë në studio, por ato debatet të vijave të offside-it na ka munguar deri diku. Të kanë munguar për plasjet me mua, do të thotë, po kemi kohë të rekuperojmë kohën e. Po, inshallah nuk duhet të rekuperojmë. Mirë, shohim edhe renditjen e kategorisë së parë pas përfundimit të javës së 25. Skënderbeu ka shkuar në kuotën e 60 pikëve, Laçi ndjek 57, Pogradeci 52, Iliria 34, Kastrioti 33, Burreli 32, Besa 31, Korabi 28, Apollonia 24, Lushnja dhe Luftëtari 20 dhe Kuksi mbyll tabelën e klasifikimit me 17 pikë. Në pritje për të lidhur edhe me kolegun Erkan Çutra nga stadiumi Laçi, do të jemi me trajnerët por edhe me lojtarin e ndeshjes. Bëjmë pak analizën e kësaj sfide që interesante, po themi, po nuk pama atë Laçin që ishte në formën e tij më të mirë, apo jo Ardi? Sepse Apollonia e bëri më të vështirë se çpritej në fakt, me atë vendosjen e saj 4-4-2 me blok të mesëm dhe të ulët, mbylli hapësirat, linjat e pasimit në zonat qendrore dhe përjedhoi, ngushtoi mundësinë zvogloi mundësinë e shënimit të golave dhe jo më kot Laçi mori masa dhe përfundimin e aksioneve ka pasur pothuajse të gjitha me goditje nga distanca dhe rreziku dhe goditje standard, ashtu siç erdhën dhe gola. Sepse në 4-3-3-shin e Laçit, që në fazën mbrojtëse bëj një 4-1-3-2 apo dhe 3-4-1-2 në varësi të veprimeve mesfushore të Apollonis, Shensoi kishte vendosur që të bëj fort të shpërndante lojën në zonat anësore të fushës dhe të krijonte situata 3-2 me zhvendosjen e mesfushorit të brendshëm në krahun respektiv të lojës, me ngritjen e mbrojtësit të krahut dhe me futjen brenda të wingerit dhe me përdorimin që në fillim ndeshjes të dy sulmuesave anësor me këmbë të kundërt, si Myrto dhe Tresa. Sigurisht dominoi lojën, sigurisht kishte mbajtjen e topit në zotrim, kishte ritëm, kishte intensitet, dëshirë të madhe, agresivitet në fazën mbrojtëse, por finalizimi i aksioneve thash edhe një herë që erdhi vetëm nga distanca. E megjithatë, Apollonia nga ana e saj ishte shumë modeste dhe me të drejtë në fakt, sepse mundësit i kishte shumë të pakta. Ishte një skuadër e mirë vendosur në fushë, e kuadratuar dhe e barazlarguar në reparte dhe përjedhoi për një lojë të mirë në fazën mbrojtëse, por kërkonte pavarësisht distancës së madhe që vendoste për të zhvilluar tranzicionin pozitiv në fund të pjesës së parë, erdhi dhe ai gol tipik me kundër sulmin dhe më vjen shumë mirë dhe duhet përmendur që Sulo Romario datlinja 2009 shënon një gol me një gati në perfeksion në një ndërim loje. Në pjesën e dytë Laçi shkon me ndërimet, ndëron pozicionin e lojtarëve në fush, zbret Henry Nerguti në qendër të mbrojtjes, hyn Tola në mes fushë, rrit cilësinë në zonat e mezit fushës, pa ajo që ishte lëvizja fituese, ishte pozicionimi i Myrtos në një linjë më poshtë, në linjën e mes fushës për të marrë gjithë topat që ktheheshin, topat e dytë dhe për t'i punuar, ashtu siç erdhi në fakt edhe goli, ashtu siç e fuste prap në qarkullim lojën, e kishte këtë mundësi, po me që kemi. Po, faleminderit Ardi, do shkëputemi vetëm për pak momente nga analiza për të shkuar në stadiumin e Laçit, ku na pret kolegu Erkan Çutra me trajnerin e Apollonis Marko Jovanović. Përshëndetje. Përshëndetje, Gerta. So, coach, I know you are sad about the situation. Apollonia has 11
matches without winning. What's the problem with the team? Is a lack of experience or psychological problems? Pra, e pyeta profesorin që e kuptoj që jeni shumë i mërzitur për situatën që po kalon ekipi juaj, tashmë keni 11 ndeshje që nuk po fitoni, është një çështje, është problem mungesë eksperiencë apo ndonjë problem psikologjik i lojtarëve? First of all, I used chance to congratulation for Laci. Pikë së pari dua të përgëzoj Lacin për suksesin. Look, for me, in my mind and in our dressing room, I don't think that we have. Për mua, për mendimin tim në dhomat e zhveshjes nuk mendoj se kemi një problem. In a row 11 lose game. Because I don't think that we have problem with psychology. Nuk kemi probleme psikologjike. Problem that we are young team. Mendoj se mund të kemi pak probleme me këtë që kemi mungesën e eksperiencës pasi jemi një ekip i ri. We have other problems, but kemi probleme të tjera. I don't need to talk. I know. Por këto probleme nuk dua t'i flas. I don't want to talk about this problem because this problem have to federation to fix. Nuk dua të flas për këto probleme sepse këto probleme duhet t'i zgjidh federata. Nuk kam asgjë tjetër për të shtuar. Pyetje nga studio? Eci me disa pyetje të thjeshta, ju lutem, Ardi. Përshëndetje, dhe në fakt pavarësisht rezultatit duhet bëj komplimente për aktivizimin e lojtarëve të rinj, në fakt, dhe nuk ma lejon Erkan, po themi, ana profesionale të bëj pyetje taktike me një situatë të tillë të Apollonisë. Ajo që mbje në sy është ndërtimi i dur i ndeshjes, korrekt i ndeshjes, në varësi të kushteve që Apollonia është. Dhe në qoftë se nuk keni probleme në dhomat e zhveshjes, po në organika, keni probleme? No, we don't have a problem with it. Nuk kemi probleme organizimi. We have Në organik, Erkan. Jo, në organik, Erkan, në organizim. President is to produce players, to sell. Se futet lojtari në portier, do nuk ka ndërime. No, a lot of players leave us. For example, we sell 2-3. Jo, unë vetëm mund të them që kemi disa lojtarë që na janë larguar, si për shembull Trifoni që është shitur tek Teuta, Maksuti, Kofi. Very important players. Kanë qenë lojtarë shumë të rëndësishëm. And from first day I lose 12 players. Dhe kam humbur 12 lojtarë. And our idea of the club is to give chance for young players. Tani ideja e klubit është që t'i jap mundësi aktivizimi lojtarëve të rinj. And we have a very good quality of the players in young team. Dhe unë mendoj se kemi një kualitet shumë të mirë të lojtarëve të rinj. They need time and I believe that the result will come. Ata duan kohë dhe besoj se rezultatet mund të vinë. Dritan Mehmeti. Përshëndetje, komplimente edhe nga ana ime për vetë faktin që në këtë shkallë vështirësie që kishe sot, normalisht do të bëj një pyetje teknike, duke pasur parasysh që organizimi manovër sulmuese të Laçit 3-4-1-2 krijonte superioritet në linjat e mesfushës, ndoshta me një sistem pak më në ekuilibër do ta vështirësoje më tepër kundërshtarin dhe pak më tepër besim tek dhe një vendosje më të mirë tek goditje standarde. Of course. Today was a tough game. Sigurisht se sot ishte një ndeshje shumë e vështirë. Especially because Laçi pressed. Sepse Laçi preson shumë lart. And of course, you know that we have 3 ways how we build up. Dhe di domethënë me 3 lojtarë se si ndërtohen, se si arrin të ndërtojnë. One way is to play around, one way is to play truth, and third is over. Pra me 3 lojtarë që arrin të presojnë në krah, si ai krau të djathtë, si krau të majt. And we do a little bit improvisation when we play a lot of time over to pass this pressing. Dhe
bëm diçka duke bërë një pressing me disa topa të gjatë. We was in a big problem because we don't have too much speed on the side. Kishim mund të them disa probleme sepse nuk është se kemi shumë shpejtësi nga krahët. We don't support a back pass of Umeyego especially. Dhe nuk është se i jepnim shumë pasime Umeyegos. And for this match we miss 4 players, very important. Dhe në këtë ndeshje nuk isha të gatshëm 4 lojtarë të rëndësishëm. Especially Hoxha, Aslanaj and Hoxha, Aslanaj. Hoxha, Aslanaj, Samir, this is especially players who miss today. And Këto janë lojtarë shumë të rëndësishëm për idetë e mia. Edhe diçka të fundit doja të pyesja trajnerin, duke parë ecurinë e skuadrës, është përgatitur psikologjikisht për play-outin apo ka ende shpresa që mund ta lër poshtë? Pra mund ta kaloj këtë 4-shën e fundit. I think yes. Because Besoj se po, we have to pass one game, tough game. sepse javën e ardhshme do kalojmë një tjetër ndeshje të rëndësishme përballë Skënderbeut. Especially Skënderbeu next game, where we again lose 3 players today with Sepse edhe në ndeshje ndaj Skënderbeut nuk do të kem të gatshëm 3 lojtar. And also I do very tough training this week and next week because Kam bërë seanca servitore shumë të forta. And I don't expect too much of this game against Laçi and Skënderbeu. Nuk prisja shumë nga kjo ndeshje me Laçin, por edhe ndaj Skënderbeut. I expect us to see in other way, much better after game with Skënderbeu. Por pres një reagim nga ekipi pas ndeshjes me Skënderbeun. Dhe në fund të sezonit shpresoj që të jemi aty ku duhet të jemi, pra të përmirësohemi. E lexova një çik si dorëzim apo T'japi më të mirë. është pak si dorëzim kjo deklarat? Në një farë mënyre që nuk ka shumë pritshmëri? It's give up or not? Yes. You give up? Yes, of course. You give up? Po thotë se si lloj you give up or not? No. Jo, nuk është shenja dorëzimi. Nuk është shenja dorëzimi. Okej, u mendua një 3 herë në fakt derisa të thoshte jo. Mirë, Erkan, falenderoj shumë edhe Jovanovic, edhe suksese në vazhdim. Do të jemi sërish së bashku me trajnerin e Laçit, por edhe me lojtarin e ndeshjes, kështu që qëndrojmë ende në këtë ndeshje, apo mund të kalojmë edhe pak edhe tek ndeshja që u transmetuan RTS2 e definishëm midis Burrelit dhe Iliris. Mendoj që ishte një ndeshje me 2 tablo ku në pjesën e parë dominoi skuadra e Iliris, por në pjesën e dytë ishte Burreli ai që e kërkoi më me ngulm fitore dhe ndoshta ka qenë edhe filozofia e teknikut Nikaj që të japi më shumë me përsi territoriale pjesën e parë dhe të kundërpërgjigjes, sepse kishte disa tranzicione pozitive, por në pjesën e dytë dominoi jo vetëm zotrimin e topit, por dhe duke shkelur shpesh herë zonën e kuqe të skuadrës së Iliris dhe pati shumë mundësi që skuadra e Burrelit, jo vetëm me aksionet dinamike, por dhe ato statike, pra goditje standarde që i dha mund të kishte edhe të shkonte drejt fitores. Megjithatë, ishte një ndeshje që e ekuilibruar dhe të dyja skuadrat moran atë që dha në fush. Faleminderit. Tani shkojmë edhe njerë në stadiumin e Laçit, të herë me Erkan Çutrën është trajneri i Laçit. Shensoj që unë dua ta uroj për fitoren. Faleminderit edhe përshëndetje gjithve në studio. Atëherë shënsoj çfarë menduat kur Apolonia shënoi në fundin e pjesës së parë, pasi kujtojmë që edhe në fazën e parë Apolonia shkaktoi një surprizë të madhe këtu brenda në shtëpinë ndaj Laçit, duke marrë një barazim rezultatin 1-1. Kisha pas qef Apolonia me shënu golin, por na e murëm golin me gabimin me brojtës, cili lujti ashtu thuhet double pass me kundërshtarin. Por të 3 gollat të shënuam na, për atë edhe bonëm atë zavendësimin, nuk guxonin mbrojtësi,
brojci me adhon atë pasin me kokë kundërshtarit që e bëri goli Apollonia. Por unë du 2-3 fjalë me thonë për shoqërinë Apollonis, për klubin Apollonis, për prezidencën, që po bojnë shkelqyshëm një punë në Shqipëri. Nuk duhet gjithmonë një klubi me qenë kampion ose si asansor me shku në Super League një vjet aty me ra. Nuk është ajo qëllimi. Qëllimi edhe mundën edhe me shfrytzu futbollin shqiptar si po bën Apollonia, po prodhojnë lojtarë, çdo vit po shesin lojtarët, edhe Kurtin që e kemi na në Unistenisht, është shkolla prej shkollës Apollonis, edhe trajnerin e kanë mirë. Po punojnë si para... Mirë profesor, po flisë për Apollonin, po për Laçin as fjalë. Ju flitni për Laçin, unë po se meriton Apollonia si shoqëria çka po bën në futbollin shqiptar, se unë nuk jam trajneri i Shqipërisë, por për jashtë sa po sheh unë. Ai duhet një aplauz këtij klubit çfarë vizione kanë. Thash edhe një, nuk është sukses vetëm mu bo kampion, është sukses edhe trit mi jap rrugën edhe lojtar trit që po bën edhe Apollonia, që para 2 mujdite shitën 2 lojtarët, edhe Trifunin edhe atë 22 nigeriani po e shitën, që dhe thot, po bojnë punë atje, po punon fabrika futbollit në Apollonia, por ato meritojnë një kompliment. Një për Laçin le të flasim në studio. Po Gerta. Po, sepse unë kam përshtypjen sikur i rriti vlerat e fitores së Laçit me këto deklaratat shënsoj, ndërkohë shkojmë me Ardi Beharin me pyetjen e parë. Përshëndetje, shënsoj dhe urime për fitoren, po jo vetëm për këtë fitore, po edhe për ecurinë e mrekullueshme që po bën Laçi. Për të ardhur të ndeshja, sigurisht që një ndeshje që u dominua plotësisht nga Laçi dhe në gjykimin tim si frut i përgatitjes së saj, për shkak të një presioni dhe presingu shumë të lartë, agresiviteti, ritëm, intensitet, zinxhirat anësor dhe përqendrimi i lojës në zonat anësore me ato situata 3-2 me zhvendosjen e mesfushërit të qendrës për të ndihmuar në zinxhirat anësor, shpërndarje drejt e lojës, pra kishte gjithçka sidomos në pjesën e parë. Por rastet me sa kam shënuar kanë ardhur vetëm nga goditjat nga distanca 1 dhe golat nga goditje standard. A ishte punuar e tillë shënsoj, apo ju detyroj vendosja në fazën mbrojtëse Apollonis, ai bloku mesëm dhe i ulët i saj, që ishte kompakt në fakt në metrat e fundit të fushës? Po, digjoni, kur erdha në ndorë 4 barazime, një fitore kundër Lushnjës, fillum edhe 4 barazime, nuk mecke si trener, por kishim problemat, nuk është mirë tani me folë që skuadra nuk ishte i përgatitur mirë fizikisht, sepse s'ka logjik mesatarja një skuadra me pas mesatara 21 vjet, 22 vjet, sa e kemi na, shumë lojtar trit, një grupi lojtarëve shumë trit, edhe me pas lëndimet kvadricepsit 4 cm, nergutit, cenës, që do thot papunësia e ka bo, kishim probleme me skuadrë, me lëndimet, mandej kur erdhe unë edhe karton da të verdh, kishim probleme me skuadrën në fillim, por mandej, sidomos kur mbaroj 3 ndeshje fundit fitum me Skënderbeun, me Korabin, me Skënderbeun edhe me Lushnjën, edhe mbydhëm sezonin e parë. Mandej, unë mora punën në dorë edhe u përgatitëm mirë fizikisht. Që kjo është pyetja që po ju keni bërë, që kemi punu shumë mirë fizikisht. Mas pare fizikisht, temelat e kemi qitë fizikisht, mandej tekniko-taktikisht, edhe e kapim edhe qëtë momentumin, është një fjala fizike, një momentum, një ecja që vërtet jemi në gjendje mirë, por nuk është qëllimi në rekordin me botë se 11 deshe e bonëm 11 fitore, nuk e kemi atë qëllim, na e kemi një objektiv me dalë në Super League, edhe ato nëse mujmë me zonë vendin e parë, sepse nëse i kujtojt një kokë Skënderbeu na ikje 11 pikë, tani janë 3 pikë vetëm, edhe çdo ndeshje do marrim si finale, edhe mos me bo garkes, sepse edhe psikologikisht nuk është mirë me bo garkes, sepse lojtar trit janë, edhe pak vetë kënaqësia, tani i thash lojtarëve që e kemi 2 kundërshtar,
një kundërshtar, gjithmonë kundërshtari, por edhe kundërshtari tjetër, komplimente, Profesor, vetë kënaqësia, sepse shumë lojtar trit janë. Të lutem që mos t'i bjem rrotull. Pyetja ishte konkrete për ndeshjen e sotme. Por ndeshjen e sotme po, si që ishte edhe pyetja, fillon mirë me presingun, hupëm disa raste, kryum disa raste, por nuk jam I kënaqur me realizimin që e patëm atë rastet, por e realizum si qëta edhe me pyetjen prej standarde goditje. Pra e kishit punuar në këtë formë. Edhe lojen, edhe të kryojmë raste edhe me loj. Po, duhet, por fitoria është fitoria, jam kënaqur, por sidomos me performancën e Myrtës, du me hap një parantez këtu Myrtës, çka duhet ky djali me bo me marrëthirrje për Unistenishin, të lutem. Vetëm le të shikojnë kundër Lushnjës para 2 javëdite që e ka bërë golin, ai nuk ishte goli kolektive, por tipik individuale e Myrtës, ne të shikojnë atë golin, si mund vetëm një mjeshtri mundet me bo, mjeshtri futbollit atë golin kundër Lushnjës 1-0, edhe sot të lutem. E çka duhet me bo një Vingër I cili shënoi 13 golla, edhe nuk bon edhe penaltit me marrëthirrje në Unistenish. Okej, një pyetje tjetër? Nese u zgjerua shumë në fakt edhe përgjigja, po edhe kjo dhe unë po e filloj të kjo pjesa një përgjigje shkurtër që Myrta ka qenë pjesë e ekipeve kombëtare, vazhdojnë të jetë I monitoruar dhe është në listën, në makrolistën e U21-shit. Po gjithsesi, për të ardhur te pjesa e dytë, profesor, me ndërimet që ju bët me lëvizjet, në fakt se nuk ishte ndërime pozicioni, ka vetëm zbritja në Olsi Myrtës në një linjë më poshtë organizimi. A ishte kjo Chelsea I zgjidhjes së ndeshjes, duke futur atë në zonat e mes fushës, duke u larguar nga I markim 1-1 që bëhet dhe në atë momente. Dhe për më tepër bashkimi, afrimi I tij me Tresën, që dihet që në gjykimin tim, kur janë bashkë, kur luajnë afër, janë të parezistueshëm. Pyetja shkelqyshëm, por e kemi bërë plane njerë me kale, sepse mos të harrojmë se edhe gjatësia na vyke me kale, gjatësia në standarde e goditje, sepse Antonio është 2 metra, nuk e kishim gjatësi sa e kishte Apollonia. Këto janë llogarit një trenerit, por mandej e largum kalajn, por e lujtëm me shpejtësi. Që do të thotë? Hyri ky Aliu djathtas e Myrtën e ktheva Myrtën në dheqe, ma lirë me lut me top, edhe ajo na dha fryte edhe në atë pozitë, në pozitën e dheqës, mbrapa shpinës qendrës sulmuesit, Myrta edhe bëri golin. Që do të thotë, kemi pas ato ideja që patëm edhe u realizuan taktikisht në fushë. Okej. Dritan Mehmeti? Përshëndetje profesor, pyetja e parë e imi është me skuadrat që mbrojnë me blok të mesëm dhe të ulët. Ndoshta duhet punojmë pak më tepër për mbrojtjen preventive, sepse 2-3 kundra sulme edhe ashtu e psuhet edhe golin e barazimit. Kjo ishte pyetja e parë. Kurse pyetja e dytë, e kam parë që jo shpesh sot ndronit pozicionin Tresa me Myrtën. Ndoshta Tresa është një lojtar që nga linja e djathtë është më I rrezikshëm dhe pjesën e parë nuk kishte rrezikshmërinë e tij natyrale siç e jep çdo ndeshje. Por në pjesën e dytë ndryshuat dhe ja pat frytet. Po, faleminderit, por dëgjoni, kur erdha unë pjesa lujke Tresa lujke në anën e djathtë, por mos duhet të harrojmë edhe goditjen që e ka Tresa, sepse goditjen në javën e kaluar kundër Lushnjës atje e bëri nga ana e majta me komën e djathtë. Duhet shfrytëzojmë me kontra komën Tresën edhe goditjet, jo vetëm krosimet prej anës djathtë që e ka. Për atë në momente Myrtën edhe Tresën po e ndroj vendet që me marë maksimumin në çdo moment ndeshjes 90 minuta që ta fitoj maksimumin që të 2 talentat mira që janë në Shqipëri. Mirë, kurioze janë për ato stilolapsat që mban në dorë. I ka përdorur apo do I përdori tani shpejt? Janë lapustila, në fakt se I Po pra shkojnë lapustila, po ndoshta s'ma kuptonte këtë fjalë. Apo I ke kështu për të luajtur? Okej, faleminderit. Pjesa punës
Po, për stres pak, për stres. Kuptova, anti-stres. Mirë, profesor, të falenderoj, urime edhe njërë për fitoren dhe shumë suksese në vazhdim. Anti-stres, po. Shumë falimderit, ishin pyetje shkelqyshme edhe unë ju falimderoj dhe dëshiroj çdo të mirë. Faleminderit. Do të themi dhe njërë të fundit në stadiumin e Laçës, sepse do t'jemi me lojtarin e ndeshjes që është përzgjedhur nga Drejtoria Teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit, pikërisht Olsi Myrto. Ndërkohë në pritje, shohim pak edhe një rezultatet, Klajdi do më presësh dhe pak momente, shohim dhe një rezultatet për të komentuar pak edhe rezultatet e tjera. Pra, Skënderbeu nuk ka gabuar ndaj Lushnjës 2-0, po Gradeci 4-1 ndaj Korabit. Kastrioti me Besën, edhe pse Besa e çoi rezultatin 0-3, përsëri ka shënuar 2 gola, duke u mbyllur 2-3. Burreli e Iliria, siç e tham, 0-0 dhe Kuksi Luftëtari vetëm 0-0 pa gola. Siç e tham, pas surprizat e kryesuesit, ajo befasia madhe është Besa me Kastriotin, që i jep një dozë shumë të madhe morale, jo vetëm pikë Besës, dhe përfiton Iliria nga ky barazim sepse ruan statu quo dhe një ndeshje, një barazim tjetër në fundin e tabelës që nuk ndihmon asnjë nga skuadra. Okej. Shkojmë më një herë në stadiumin e Laçit, tashmë jemi me lojtarin e ndeshjes Olsi Myrta. Përshëndetje dhe urime për fitoren, por edhe për këtë trofe. Faleminderit. Atëre, Myrta, vetëm jeni 20 vjeç, por arrini të merrni përsipër përgjegjësi shumë të mëdha dhe me golat tuaj keni arritur që t'i jepni një kontribut shumë të madh ekipit të Laçit, duke marrë shumë fitore. Besoj se jeni jo vetëm i kënaqur, por edhe për mënyrën se si po ecni në mënyrë individuale. Jam shumë i kënaqur, po kam mbështetjen e shokëve të ekipit, ato ma bën më të lehtë këtë gjë. Shpresoj të vazhdojmë kështu. Vazhdojmë me fitore dhe çdo ndeshje shohim si finale. Studio. Okej, Ardi Behari. Përshëndetje Olsi dhe urime për fitoren e sotshme, por mbi të gjitha urime për ecurin gjatë gjithë këtij kampionati. E sigurisht që më bëhet jashtëmase shumë qefi që të shikoj në këto nivele dhe ajo që unë dua të të pyes, se ke pasur shumë oferta dhe shumë tundime në fakt për të larguar, a vazhdon t'i ngelesh i mendimit që ke bërë shumë mirë që edhe këtë sezon do t'jesh atje? Dhe e dyta, pavarësisht se unë e di jam i qartë, po mirë është ta di dhe opinioni gjithë. Ku ndihet më mirë Olsi, në çfarë pozicioni të fushës? Si rolin tim e kam sulmues të majt, winger i majt, po e bëj edhe të jetshëm dhe të krau djath, po ndihem mirë në çdo pozicion. E bëj, aty ku më thot trajneri do luaj. Okej, Dritan Mehmeti. Përshëndetje dhe urime për trofeun, e meriton edhe je një nga lojtarët më me perspektivë dhe unë do të jepja një këshill të vogël që jo vetëm që ti mund ta bësh diferencën në futbollin shqiptar, por duhet edhe të mendosh për jashtë futbollit shqiptar, por duhet rrisesh sidomos në fazën defensive, duhet të jesh pak më agresiv, se sikur ka momente në lojë që Valla i është agresiv shumë, dhe vete ti po ta shikosh kur zbret dhe ndjek kundërshtarin që fiton topin, është shumë agresiv, po e ka spontane mendim të Olsit, se këtu pas ka përplasje mendimesh Olsi. Po, ka pak drejt, kam pak problem në defensiv, po do ta rregulloj edhe do punoj fort që ta... Vetëm kjo të mungo. Po e rregullove edhe këtë? Po rregullove edhe këtë, thot Dritan Mehmeti, që ke në rregull. Tani unë e shoh që ti je shumë në siklet me këtë intervistë, mezi po pret të ikësh, po dhe një pyetje duke qenë se e tha edhe trajneri yt që ideja është që po kalon një formë shumë të mirë, gola po shënon, pra e pret një ftesë nga U21-shi? Po, sigurisht që e pres. Dhe jam gati që të rregoj vlerat e mia atje. Mirë, Olsi, të falenderoj shumë. E rëndësishme është që mos flasësh mikrofon, po të flasësh në fushën e lojës dhe të uroj shumë sukses. Edhe një urime.
Falenderoj edhe kolegun Erkan Qutra, i cili ishte edhe në komentin e kësaj sfide që e keni ndjekur drejt për drejt në RTS Sport. Ndërkohë ndalojmë tek rastet e diskutueshme që kemi disa raste për diskutuar në të dyja ndeshjet që janë transmetuar në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar. Jo vetëm për të diskutuar, por edhe për të shpjeguar deri diku rregullore për një rast të veçantë që ndodhi në ndeshjen midis Laçit dhe Apollonis, ku gjyqtar kryesor ishte Erion Bastari, i cili menaxhoi një ndeshje të mirë, pati 2 momente për të vlerësuar, gjatë gjithë kohës ndeshja ishte shumë e luftuar, pati shumë kartona të verdhë për të dyja skuadrat, mendoj që kartonat të verdhë të drejtë, gjithsesi 2 momentet kryesore për të marrë vendim kanë qenë në fundin e takimit, në minutën e 85 ka qenë një pretendim i skuadrës së Laçit për penalti për prekje topi me dorë, mendoj që gjyqtari ka vepruar Ju sakt. lutem regjia, i kemi raste diskutueshme se po shoh golin e dytë me Sashot në Ergutit. Okej, ja ku i kemi. Mendoj që pozicioni i arbitrit ka qenë shumë i saktë dhe i ka bërë që të Po vlerësojë edhe dora është e mbledhur, është prekur me bryl, ka qenë ngjitur pas trupit. Kriteret për t'i përsëritur pak ju Gerta se vajtëm 3 muaj gjysmë. Ta më përsëritësh mua atë. Po patjetër se kemi fazë të rëndësishme të kampionatit përpara dhe dora shumë afër trupit, futbollisti nuk ka mundësi ta shmangi prekjen e topit me dorë, është me shpinë nga kundërshtari, kështu që vendimi i saktë për vazhdim loje. Okej. Minuta e 90 pastaj kemi pasur një dyshim në fillim kush e shkaktoi faullin, portieri apo u hodh futbollisti sulmues, por ka qenë shumë më afër aksionit gjyqtari Bastari, ka vlerësuar drejt sepse futbollisti sulmues ka luajtur me topin, portieri ka zgjatur këmbën në momentin e fundit dhe ka penguar kundërshtarin. Këtu bëhet fjalë, kemi heqje të mundësisë të qartë shërimit golit apo jo. Ky është momenti dhe mendoj që falli i qëllimshëm nga ana e portierit, në qoftë se nuk shaktoi ky fall, sulmuesi ishte vetëm për vetëm me portën. 4 janë kriteret: kontrolli i topit, distanca nga porta, drejtimi dhe numri i mbrojtësave të tjerë. Këtu bien 2 kritere pra numri i mbrojtësave të tjerë sepse porta është bosh dhe vendimi i saktë. Çfarë ndodhi? Nuk kishte më mundësi për ndërime, për shkak sepse ishin ezauruar ndalesat. Pra, rregulloria thotë kemi mundësi të bëjmë 5 ndërime me 3 ndalesa. Po, me 3 dritare që e quajnë. Me 3 dritare. Kishin mbaruar ndalesat dhe jo lojtarë, pra kishte edhe 2 lojtarë të tjerë në stol, por... Sigur ti që kishte edhe 2? I kontrollova. Ja, i kontrollova protokollet. Ja, kështu është i përgatitur Klajde. Kështu që kjo ka qenë arsyeja pse një lojtar u fut portier. Tani, pse u ndrua bluza? Sepse nuk mund të bëhet ndërim dhe nuk mund të merret bluza e portierit të dytë, sepse do të quajë numër tjetër që ka hyrë në fushë. Dhe rregulloria ka qartë, nëse nuk ka më ndërime dhe portieri del me karton të kuq, atëherë futbollisti i cili përzgjitet nga trajneri vesh bluzën e portierit dhe njoftohet gjyqtari. Interesante ishte edhe ajo goditja e dënimit, po fatmirësisht u tregua i kujdesshëm mbrojtësi, sepse ai lojtari do të kishte një gol në shpinë në karrierën e tij. Ndërkohë shkojmë tek ndeshja tjetër ku kemi një rast. Kemi pas goxha punë për arbitrin, ne kemi përzgjedhur vetëm 3 momente shumë evidente. Momenti i parë është kjo largimi i topit nga ana e portierit, gjyqtari vazhdon lojën. Nuk kemi të bëjmë me fall as nga portieri dhe as nga sulmuesi, sepse zakonisht njerëzit presin që t'jepen fall kur preket portieri. Portieri mund të preket në 2 luftim, por nëse nuk pëson shkelje pra shtyrje, goditje, nuk kemi të bëjmë me fall. Këtu portieri largon topin dukshëm dhe nuk kemi të bëjmë me fall. Momentin e dytë pastaj arbitri jep fall në rrjet zonës për që shkaktohet nga sulmuesi. Këtu nuk kemi, për të sqaruar, nuk kemi as fall për portierin dhe as penalti. Vendimi i saktë vazhdimi i lojës. Vazhdojmë. Për të kaluar tek fundi pjesës parë ku kanë qenë pretendimet më të mëdha, pretendohet për karton të kuq për heqje mundësisë të qartë shërimit golit, jo pa qëllim, unë sapo i përmenda kriteret, janë 4. Pra e para është kontrolli i topit. E dyta është distanca nga porta, drejtimi dhe numri i mbrojtësave të tjerë. Këtu bien 2 kritere për karton të kuq, pra për heqje mundësisë të qartë shërimit golit, që është kontrolli i topit nga ana e futbollistit sulmues, që nuk e ka ende, por po tenton të vihet në kontroll. Distanca dhe drejtimi them se janë okay për të vlerësuar dhe mbrojtësi tjetër që është shumë afër me futbollistin që shkakton fall. Pra numri 2. Nëse do vihet në zotrim të topit është shumë afër në momentin e dytë. Kështu që mendoj që vendimi i saktë është kartoni verdh dhe jo kartoni kuq. Dalim aksioni premtues. Po, nuk kemi çfarë shtojmë këtu. Momenti ndoshta më i diskutueshëm. Jo i diskutueshëm, momenti gabim do të thoshim.
do të thosha unë. Momenti gabuar nga gjyqtari. Pse? Futbollisti vërtet, futbollisti sulmues vërtet godet topin, por mbrojtësi bën një ndërhyrje që nuk e di si e merr guximin atje brenda zonës dhe po të shikojmë Gerta në fund shikoni reagimin e mbrojtësit i cili shkakton ndërhyrjen, ngre duart lart që më falni. Domethënë këtu kemi të bëjmë me penalti dhe karton të kuq direkt sepse ndërhyrja është faull serioz, është me taka në kërcirin e kundërshtarit, e merr përsipër riskun për ta dëmtuar kundërshtarin mbrojtësi. Kështu që duhej penalti dhe kartoni kuq. Po. Arbitri ka qenë në pozicion të mirë, nuk e di, ndoshta ka vlerësuar vetëm goditjen e topit dhe nuk ka parë pjesën mbrapa, por duhet ta shikoj sepse është shumë evidente. Shumë evidente, realisht. Nëse do të kishim VAR, patjetër do të kishte. Patjetër që do të thirrej edhe do të ndryshoj vendimin. Për të përmendur është duhej dhe kartoni kuq, sepse nuk është rast interpretimi, po është faull serioz. Dhe kur kemi faull serioz, këtu nuk ka diskutime fare sepse kam përshtypjen mund të thyen edhe këmbën me atë ndërhyrje. Është një ndërhyrje shumë intensive. Kjo. Mirë, këto ishin rastet e diskutueshme. Shohim pak edhe kalendarin për javën e 26 kategorisë së parë. Do të kemi një Burreli Kuksi, Iliria Kastrioti, Besa Pogradeci, Korabi Lavçi, Apolonia Skënderbeu dhe Lushnja Luftëtari. Duele përsëri interesante. Po, këtu duat të, po themi, pavarësisht vështirësisë, Skënderbeu që udhëton në Fier, dhe ne pam sot që Fieri, Apolonia, ja bën ndeshjen shumë të vështirë, sidomos kryesuesve, aq më tepër që kthehet në shtëpinë e saj, pavarësisht se prap nuk do ketë në dispozicion një skuadër, do jetë shumë i limituar dhe kjo e rritë shkallën e vështirësisë për tyre. Por Pogradeci gjithashtu ka një ndeshje shumë të vështirë me Besën për shkak të fitores së sotme. Pastaj vazhdojnë këto derbet e Iliria Kastrioti, është një ndeshje që është, le të themi, në zhargon flak. Edhe për shkak të klasifikimit, po edhe për natyrën e përbashkët që kanë dy skuadra, është një derbi, po themi. Gjithsesi do t'jemi këtu në transmitimin drejt për drejt për t'i diskutuar. Dëshiroj të kujtoj edhe njerë që ditën e nesërme starton java e 27 e Abisnet Superiore me Bylis Vora në orën 15 drejt për drejt në RTS Sport, Tirana Elbasani në orën 15 në RTS Një Definition dhe më pas në orën 18 Flamurtari Vllaznia në RTS Një Definition dhe në RTS Sport. Sigurisht që Supergol do të rikthehet përsëri në transmetim të drejt për drejt, do të jeni me kolegun Enos Kaço, së bashku do të shihemi ditën e hënë me 2 ndeshjet e mbetura të kësaj jave të 27. Por për momentin kemi mbritur në fund për këtë ditë të sotme. Falenderoj shumë Ardi Beharin, Dritan Mehmetin dhe Klajdi Kolën, specialistin tonë të Moviolës. Sigurisht me rast e diskutueshme do të jemi përsëri nesër, apo jo? Klajdi? Nesër do të jemi te rubrika, të hënën do të jemi përsëri bashkë. E kisha harruar këtë detaj. Gjithsesi të hënën përsëri do të jemi me Klajdi Kolën në Supergol. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, bashkë shihemi ditën e hënë.